Observimi është i saktë në shënjestrën toksore, por vëzhgimi i situatës nuk mungon as nga ajri. Gjithë kjo stërvitje që në shikim të parë ngjason një konfrontimi ushtarak, realizohet me përpikmërinë nga trupat e NATO-s. Këtu po marrin pjesë gati 10.000 ushtarë nga shtetet të ndryshme. Pjesa më e madhe e operacionit që përbëhet nga mbi 13 vende, po zhvillohet në pjesën më të madhe në veri të Gjermanisë. E krejt kjo po bëhet me një qëllim. Ajo është që Aleanca Ushtarake, NATO, të tregoj fuqinë e saj përballë një shteti si Rusia. Por kjo e fundit zgjodhi pikërisht bashkëpunimin me Iranin, si kundërpërgjigje gjatë kësaj periudhe teje të tensionuar mes kontinenteve. Irani më herët gjatë javës nisi gjithashtu një stërvitje që përfshinte qitje me municion të vërtet në ngushticën e Hormuzit, kalimi ngushtë i xhirit persik, përmes të cilit kalon 1/5 e naftës së tregtuar në botë. Shtetet e Bashkuara vendosën në mënyrë të ngjashme anije luftarake në atë zonë gjatë luftës Izrael-Hamas në rripin e Gazës për të mbrojtur nga sulmet iraniane. Irani gjithashtu lëshoi një paralajmërim për qitje me raketa për pilotët në rajon, duke sugjeruar se planifikante të lëshonte raketa kundër anijeve gjatë stërvitjes.